Tërmeti fort shkund Greqin, sa ishte magnituda para lajmërimi për tsunami. Gjatë natës kaluar, një tërmet i fortë është regjistruar në Greqi me epicentër pranë ishullit të Kretës. Sipas Qendrës Sismologjike Europiane Mesetare, tërmeti ka qenë me magnitudë 6.1 shkallës Richter dhe me një thellësi fokale prej 71 km, teksa lëkundjet sismike janë regjistruar në orën 1:51 me orën greke. Epicentra e tërmetit ka qenë rreth 20 km në jug-perëndim të ishullit Kasos në lindje të Kretës, njoftoi Instituti Gjeodinamik i Observatorit Kombëtar të Athinës. Lëkundjet sismike janë ndjerë pranë Kretës, si dhe në ishujt Rodos dhe Kosi dhe në disa pjesë të Turqisë, dhe si mas paraprake u lëshua një paralajmërim për tsunami. Deri më tani nuk ka raportime për të lënduar apo dëme të rënda materiale. Presidenti i Organizatës për Planifikimin dhe Mbrojtjen nga Tërmetet, OASP, dhe profesori i gjeologjisë, Efimios Lekas, tha se thellësia e madhe fokale ishte një tiparkyç i këtij tërmeti pasi uli intensiteti në sipërfaqe. Sipas përshkrimeve të para të banorëve, nuk u regjistrua asnjë ndikim i rëndësishëm i tërmetit. Lekas theksoi se tërmete të tilla në atë thellësi zakonisht ndodhin si ngjarje individuale pa aktivitet të theksuar para ose pas sismik. Ai shtoi se tërmeti ndodhi në harkun grek, vendin ku përplasen pikat tektonike europiane dhe afrikane. Duke komentuar mbi lidhjen e mundshme me tërmetet e fundit në Santorini dhe Turqi, Lekas theksoi se nuk ka lidhje pasi kushtet gjeoteknike janë të ndryshme.